do të bëhet për zgjedhja? Atëherë, kjo në projekt ligj është menduar që ka një komision, do të krijohet një komision të posaçëm pra Ministrisë së Shëndetësisë me mjek, patjetër me specialistë të fushës, këto janë komisione ad hoc të cilat veprojnë sipas rastit dhe sipas diagnozave patjetër, dhe janë ata të cilët në mënyrë me afate kohore shumë të ngushta do të referuar diagnozës, referuar listës së mundshmërisë ose të diagnozave të pakurueshme, të cilat Ministria e Shëndetësisë ka këtë informacion. Patjetër që do të dalë në përfundimin nëse ky fëmijë mund të trajtohet ose jo brenda sistemit të kujdesit shëndetësor shqiptar. Dhe në momentin që është e pamundur një trajtim i tillë, automatikisht ai drejtohet, pra merret vendimi për drejtimin e tij drejt klinikave ku ofrohet ky shërbim. Dhe patjetër në këtë projekt ligj i lihet, si thua, detyrë Ministrisë së Shëndetësisë krahas atyre marrëveshjeve që ajo ka me shtete të ndryshme, patjetër me klinika të ndryshme, që të jenë të gatshme për të pritur këto raste. Dhe ajo që është më e rëndësishme është patjetër krijimi një fondi, pra Ministrisë së Shëndetësisë, një fondi të posaçëm, i cili do jetë gjithmonë i gatshëm për raste të tilla. Patjetër dhe do të miratohet nga Ministria e Shëndetësisë.